Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtu e vendosëm vllaun ton, Xhamali Veselin. Kjo është stacioni I fundit I tij në këtë botë. E vazhdon jeta e tij e barzahut, e pastaj jeta e ahiretit. Sot Xhamalin e lanë vetë. Shkon haxhallartë edhe xhamati, edhe familjartë. Bëjmë dua që Allahu ta forcon në përgjigjet e sakta pyetjeve që parashtrohen. Por ajo që është ngushtimi më I madh në këtë rast është veprat e mira që I ka bërë sa ka qenë gjallë. Ka qenë njeri I besimit, I namazit, I angazhimit në shërbimin e fesë Allahu subhanahu wa taala. Kujdestari I xhamisë dhe shërbetori I fesë. Pas vdekjes, as pasuria, as dynjaja, as shoqënia, askush nuk bën dobi. Përveç veprave të mira që ka bërë besimtari në jetën e tij. Andaj tha Allahu I madhëshëm, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë nuk bën dobi as malli as evladi, veç atij që vjen te Allahu me zemrën e shëndosh, zemra e mbushur me iman, e jeta e mbushur me vepra të mira. Vëllezër të dashur, unë edhe ti që jemi gjallë, duhet ta marrim mësimin dhe porosinë. Sot jemi mbi tokë, nesër secili prej nesh ka mundësi me qenë në tokë. Sot kemi shok e miq e dashamir, nesër kanë me na braktis, kena me të vetmuar. Sot kena mundësi me bo vepra të mira, e nesër do dëshirojmë, pra ato mundësi s'kena me I pas. Andaj se jemi gjallë, ta mbushim jetën me vepra të mira. Se jemi gjallë të pendohemi te Allahu Xhelal, e të luajmë tobe istighfar. Se jemi gjallë të shfrytëzojmë çdo sekondë e moment për ta mbushur atë me vepra të mira, që për dalim para Allahu të jemi gëzuar me veprat e mira që kena bë. Lusë Allahun e madhëshëm që këtë varë kena vendosur vllaun ton, të bëni bashkë për xhennetit. Gabimet eventuale që mund t'i kes pas, as ka njeri që s'ka gabim, Allahu t'ja falë. Inshallah taala për angazhimin, mundin e tij, Allahu ta shpërblen. Ashtu siç din madhnia e tij me shpërbli robin e tij besimtar, I cili është I sinqert, I devotshëm dhe punëtor në shërbimin e kësaj feje. Lusë Allahun e madhëshëm që familjes e ngushtë, Allahu t'ja fladit zemrën me sabër dhe gajret. Miqve dashamirëve gjithashtu t'jep sabër dhe gajret, dhe gjithë atyre besimtarëve që ishin, për t'ja dhanë duan e fundit për cilën e fundit këtë botë, Allahu t'i shpërblen me shpërbimet e tija të shumta të begatshme. Allah I dashur Xhamali, Allahu ta dhash xhenetin Firdaus inshallah taala. Qoftë kjo ndarje e përkohshme inshallah Allahu ty takon me pejgamberët e Allahut, kryet të cilëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e takon ty me besimtarët e devotshëm e sinqert, ata që kanë qenë para ty në këtë rrugën e Islamit dhe shërbimit të davetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.